Të dashur miq të portalit Fol Drejt, jemi këtu me një emision tjetër në vazhdën e emisioneve për muajin e bekuar të Ramazanit, ku të ftuar e kemi Hoxhën, imamin e Bardhoshit, e xhamisë në Bardhosh, Besnik Lumnicën, me të cilin do të flasim për praktikat e profetit Muhammed alayhi salam në muajin e bekuar të Ramazanit. Hoxh, mirë se erdhe. Mirë se vjeta, faleminderit për ftesën vërtet. Hoxhë që prezantova temën, cilat janë kon praktikat e Muhammed alayhi salam dhe çysh e fillon ai Ramazanin. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Unet faleminderit për ftesën, përshëndetje për dëgjuesit dhe shikuesit e portalit tuaj. Po ashtu faleminderit edhe për përzgjedhjen e temës, për përzgjedhjen e temës, mendoj që është një temave më të nevojshme, në veçanti kur jemi duke kryer ndonjë adhurim, ndonjë ibadet e besimtarëve vazhdimsi, duke punuar vepra dhe adhurime, sepse jemi të porositur edhe me Kur'an, edhe me fjalët e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që me pasu pejgamberin alayhi salatu wasalam, rrugën e tij, sunetin e tij, praktikat e tij. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, thot Allah azza wa jall, ju e keni profetin modelin më të mirë, pra që duhet ndjekur dhe që duhet pasuar. Kur shkonte në haqë, thashtë khudhu anni manasikakum, bëjeni haqën qysh për bëj unë, ju thashtë shokëve ti. Kur falte namazin, ju thashtë sallu kema ra'aytumuni usalli, falën e qysh po më shihni mu duke u falë. Atë që ka dhënë në satin tjetër, atë që ka dhënë profeti merreni, dhe atë që ju ka të rregë vërejtën për e saj largoheni. Krejto dashurllon na bojnë të qartë se duhet pasu dhe duhet interesuar për praktikat e profetit alayhi salatu wasalam në çdo ibadet, po edhe në ibadetin e agjerimit, respektivisht tash në këtë rast edhe pritjen e Ramazanit, që është edhe pyetja. Profeti sallam mundë me thonë se e priste me ibadet, sepse është muaji Shaban, që ka thonë Aisha radiallahu anha, muaj që më tepër me edhe agjeronte profeti alayhi salam është muaj pikërisht muaj para Ramazanit, muaj Shaban. Madje thotë se nuk di një muaj që ka agjeruar më tepër se sa muajin Shaban. Pra bën të adhurim shumë. Kej ka ato benefitet e veta të mira të veta që njeriu më ka litë, më mësu. Mirë, po këto se ka pas profeti sallam problem, sepse ata kanë bërë ibadet vazhdimisht. Mirë, po ka anën tjetër që besimtari sa më i pastër që është, sa më i lehtë që është, dhe është pastruar, është lehtu nga gjunat, nga mëkatet, nga lëshimet, aq më shumë mundet me përfitu për një ibadeti. Ramazani është ibadet i madh, agjerimi është ibadet i madh, dhe besimtari duhet kollajfort më përgatit për me mujt me shfrytzu. Sepse jo secili besimtar e shfrytëzon ose e jep hakun, po ka shumë që agjerojnë edhe dalin, po ka dhe shumë që ndoshta nuk kam përfitu prej agjerimit ose Ramazanit vetëm se etjen, që ka orë në hadith, dhe urin. E pristem me ibadet, e pristem pastaj shokët e tij me lutje, por edhe i përgazonte shokët e tij sahabët. Kur vinte Ramazani, i jepshte myzde. Ejuhan nas, o popull, ju ka orë një muaj i bereqetshëm, hapën dyert e xhenetit, mbyllën dyert e xhenemit. Në këtë muaj është një natë vlera, se cilës është sonimi muaj, ai cili provohet nga vlera dhe të mirat e kësaj nate, ai veç është i provuar. Pra edhe i bënte ibadet, edhe lutej, po edhe i stimulante, i nxiste popullin, shokët, sahabët, besimtarët që vërtet mundohen ta përjetojnë dhe ta presin këtë muaj mirë, që sepse njeriu sa më tepër që është ka të lartë vetë dijen për diçka, dhe mundet edhe e shfrytëzon, është e kujdesshëm ndaj saj. Andaj profeti alayhi salam s'ka dyshim se e priste, përgatitej, adhuronte dhe bëhej gati sikurse edhe përse të shokët e tij që ta presin këtë muaj me gëzim. Kim transmetime Hoxh si e kalon të një ditë të zakonshme të agjerimit, domethënë prej mëngjesit deri në vrasje. Ka gjithsesi, ka profeti selam ka vepra që i ka pas konstante, vëllai nderuar, vërtet ka vepra që si ka ndërprej asnjëherë. Domethënë sigurisht se në Ramazan e ka shtu adhurimin, e ka shtu për shembull, ka shtu leximin e Kuranit bashkë me Gjibrilin, pra kur ka ardhur Ramazani, çdo herë Gjibrili ja ka lexu profetit selam zbritjen e Kuranit, dhikrin, e ka shtu namazin vullnetar, namazin e natës, namazin e taravive që i themi ne,
por e ka shtu edhe bamirësin. Mirë, po profeti sallam jo vetëm në Ramazan, që është ato Aisha edhe jashtë Ramazan, da i çdo herë është fal namaz vullnetare, namazin e sabahs, po flasim namazin e duhas, disa namazet farze, sunnetet. Mirë po për shkak të rëndësisë që ka Ramazani, për shkak të vlerës së madhe që ka një ditë Ramazan, një çast Ramazan, e ka shfrytzuar në maksimum. Por të pjesën 20 ditë e para që ka thënë Aisha radiallahu anha, është fal, ka bëu ibadet, ka bëu adhurim, por edhe ka pushu, edhe ka fjet, por kështu nuk ka vepruar dhjetësin e fundit. Dhe jo vetëm kaq, shumë prej betejave që janë të shënuara në historinë islame janë zhvilluar pikërisht në Ramazan. Pra, jeta ka vazhdu gjithsesi, veprat, ibadetet kanë vazhdu, agenda ishte zbritja shpalljes, vinin delegacione, besa dhe zhvillohej shteti, forcohej shteti, përhapej shteti, pra zhvillohej në lufta, ma djetë që në muajin ose në vitin që është bë obligim Ramazani, por në vitin e dytë e Hijretit kur është bë obligim Ramazani, pikërisht në atë vit ndodhe beteja Bedrit, i cila është quajtur dhe se beteja që e ka ndarë të vërtetën nga pa vërteta. Pra ka zhvillu jetën e zakonshme të rëndom të aspekteve ose të aktiviteteve të jetës që duhet me i bën një besimtar. Dhe nuk i ka pengu as profetin dhe as shokët e tij Ramazani që me lënë diçka për i punëve të qoftë dhe të punëve normale të zakonshme për shkak se është agjërueshëm. Jo, agjërimi për ata ishte vetëm edhe një shtytje e madhe që ata të punojnë me tepër. Andaj namazi, agjërimi s'po flasim, namazi, Kur'ani, dhikri, lutjet, istighfari, bamirësia, këto janë që e karakterizojnë një ditë të një agjëruesi, kështu ishte edhe profeti alayhi salatu wasalam, sepse e ka shtu namazin, e ka shtu leximin e Kur'anit, e ka shtu bamirësinë dhe dhikrin edhe lutjet e istighfarin pa dyshim. Hoxh po dalë të ushqimet, cilat janë kohë ushqimet që i ka konsumuar në syfyr dhe në iftar, pas na shumë që sot bën shumë iftare në ashta kanë herë edhe pak më teprume, kështu pak më luksoze, edhe është ai adeti mi thonë që mja kthy njëri tjetrit iftarin. O kom praktik që të profeti. Subhanallahu, pra edhe në këtë pikë kemi nevojë të kthy të pika të tradita e profetit alayhi salatu wasalam. Jashtëzakonisht është e rëndësishme me pa dhe jetën e tij që ka zhvilluar, sepse njerëz në përgjithësi, por edhe besimtarët janë dhënë shumë pas dunjallokut dhe është materializu çdo gjë. Dhe çdo gjë është bërë kushtueshme madje. Dhe njerëz ndoshta edhe din vlerën e iftarit, edhe din vlerën e madhe me dhon diku në iftar, mirë për shkak se është bërë në far lloj trendi, në far lloj adeti jo i mirë, që të bëhet jashtëzakonisht masraf që themi ne në iftar dhe gjithkusht nuk i ka mundësit në iftar thjesht nështë i ka mundësit me bë, por për shkak se si ka mundësi me bë sikur se filani ose miku ose kështu me radhë lën krejt. Kështu nuk ka qenë profeti alayhi salatu wasallam. Andaj është mirë që edhe të kthehemi tek tradita e tij në konsumimin e iftarit dhe të syfyrit. Profeti sallallahu jo vetëm në Ramazan, në vëllardit, por edhe jashtë Ramazanit, ushqimet e tij kryesore ka pas hurmet edhe ujin. Thot Aisha radiallahu anha, thot ka ndodhur që 13 ditë nuk është ndez, s'ka tymu o gjaku në shtëpinë e profetit alayhi salatu wasalam. 13 ditë. Pra nuk është zi, nuk është bë gjellë, nuk është bë mish. 13 ditë. Të nuk kemi iftar që nuk i ka tri llojet e mishnave. Nuk i ka iftar. Edhe në syfyr është ndoshta shumicën e besimtarëve, elhamdulillah. Pra edhe kështu ka qenë edhe gjatë Ramazanit. Hurme dhe ujë. Ka porosit që iftarit të qelet me hurme. Kush ka mundësi, ka thonë, që të bëj iftar me hurme të njoma, rotab quhen në gjuhën arabe, me hurme të njoma, le ta bëj. Kush ka mundësi në hurme të thata, pra ato që janë vjerë pak ma heret. Dhe pasaj le të pinuj, po nëse dikush nuk e ka mundësi as këta, hurme pra s'ka atëherë, le të qel iftar me ujë. Kjo i ka të mirat e veta, i ka mësimet e veta, në aspektin shëndetësor tash të regojnë mjekësia, të regojnë se kur është lukthi dhe kur të zbrasë më smire që të hapët me ndonjë diçka të ëmbël, në veçanti tash me hurme, të mirat e hurme se 7 kukra hurme me hongër, sa benefite, sa i sillin proteine, gjërat që i duhen trupit, ja sjell një
ja sjell një hurme dhe uji padyshim që është subhanallah sot elhamdulillah po është bën një praktike mirë, por mas sa viteve Profeti sallallahu ka thonë mjaftojnë besimtari me humbur disa kafshat, nuk I duhet më tepër njeriu për me jetu, për me zhvillu aktivitetin e tij, jetën e tij. Po nëse veç po don mu shy dhe me ngron një brok, më të mirë atëherë ka thonë një tretën ushqim, një tretën pije, ujë dhe një tretën le për frymorje. Por gjithmonë ka dhënë feja jone edhe që ka stimuluar që besimtari me hunger shëndetshëm, pra fruta. Ne ndoshta na mungojnë hurmet, tash nuk po mungojnë elhamdulillah, por me konsumu frutat, por edhe me konsumu marr. Njëherë frutin pastaj dhe ujë me përdorshëm. Ujë me përdorshëm, kjo ka qenë traditë e Profetit alayhi salatu wasalam. Është mirë, po në iftar është e pëlqyeshme, që iftarin me hap me hurme dhe me pas mundësi ose në 3 ose pastaj tek. Se don me shtu më shumë se 3, 5, 7 e kështu me radhë. Edhe në syfër, Profeti sallallahu prapë e ka përmbyll me hurme dhe i ka ato anë të mira. Po ashtu vllai dashur tregon edhe se Profeti sallallahu ishte I mëshirshëm dhe është dërgu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ka thënë Allahu, nuk të kemi dërgu vetëm se mëshirë për gjitha botrat. Mëshirë. Pra një iftar I thjesht, një sefer I thjesht, modest, që kushton, por edhe që është I dobishëm për shëndetin. Sa njeri sot të lashër më të madhe ka prej mbi peshese, prej të ushqyrit keqe, madje edhe shumë prej sëmundjeve ndoshta bashkëkohore që më herët s'kanë qenë si probleme, kur po shiqohet gjeneza atyre sëmundjeve është tek ushqimet e dëmshme, tek përdorimi I ndyrave, vajrave, mishave të ndryshme, ashtu pa mos, sikur të ishme kthyer rruga e Profetit sallallahu dhe traditë e tij, edhe në syfër, edhe në iftar, por jo vetëm edhe jashtë Ramazanit, pra me hunger pak, me hunger shëndetshëm, me hunger me orar, ushqim me orar dhe me kushtu rëndësi poshtë edhe ujit, sepse ka nevojë trupi, ka nevojë shëndetit dhe pastaj I vjen më lehtë edhe më falë edhe me agjeru edhe për të flasin edhe ata profesionistat më tepër për këtë tema. Po, hoxh nga suneti mësojmë që rekomandohet me nxitu, domethënë iftarin edhe me vënu syfyrin. Çish do të më mësuna çto, çish do të më kuptuna besimtarët e kësaj kohe. Ndoshta prej suneteve që më shumë ti praktikojmë janë të dyja. Mos mendoj që s'ka fort nevojë më thonë çetore gotë se vallajn. Thuaj më më lehtë. Pa qysh ja, se kjo është natyrshëm, besimtarët e presin, po qysh më thon faleni mos e harroni akşamin. Sepse kanë herë as forti elhamdulillah është ashtu. A ke kuptuar hoxh ndoshta shumë herët ose e shtyn shumë vonë? Ja, mendoj se tek ne nuk ekziston si praktik. Por megjithatë besimtari është mirë që ceke si pyetje sepse është sunet. Dhe suneti do thotë kur praktikohet një praktike e Profetit dhe një sunet besimtari ka sevap. Dhe për me marrë sevap do të pas edhe një jetë. Pra përveç tjerash besimtari bën edhe këtë lloj njeti kur don me hunger iftar. Pra nuk ja afro që s'ndana dakikën. Në momentin që thret ezani bën e çel iftarin, nuk është kusht dhe nuk është e kërkuar dhe nuk është për qëllim në hadith që me ra tash mishit e gjellave, supe, se një 40 minuta, një orë me hunger iftar, me praktiku sunetin, kurse me lana akşamin unë azën ndoshta deri pak përhesis. Jo, mirë, po qëllimi është me qel iftar, me hurma, me ujë, edhe në sup, pastaj me fol akşamin, dhe pastaj nëse ka nevojë prapë më kthy pak me plotësue darkën ose iftarin, pse ja. Madje ka thonë Profeti sallam për me tregu vlerën që ka kjo praktik, ka thonë njerëzit do të jenë në mirësi dhe ka jenë mirë halo përderisa e shpejtojnë iftarin dhe e vonojnë realisht e shtyn pra deri në fund syfyrin. Subhanallah. Hoxh I përmendëm disa adhurime që I ka bërë zakonshëm jashtë Ramazan Profeti alayhis salam, pa ka një vepër të veçantë që e ka bërë në Ramazan. Ose që e ka shtu, domethënë, ose ka bujor jashtë Ramazanit. Gjithsesi, unë që përmendën atë ndoshta pyetjen e por ku folëm për ditën e Profetit sallallahu gjatë Ramazanit, ka vepra që
që i ka shtu, ose më mirë me thonë e ka shtu intensitetin e tyre, e ka shtu sasin, sepse ka agjeru edhe gjatë vitit, po jo çdo ditë sikur në Ramazan është fal, ka lexu Kur'an, ka bë dhikr, ka ndihmu mirë, po në Ramazan ka qenë ndryshe. Ose dhe çështja e namazit natës. Ramazan ka qenë ndryshe. Spari po flasim për agjerimin, pastaj namazin e natës, pastaj me xhamat, po që nuk falet jashtë Ramazanit, pastaj ka shtu thash edhe më herët edhe leximin e Kur'anit, dhe kjo është e porositur edhe me Kur'an, shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, muaj Ramazanit është muaj që ka zbritur Kur'ani, po e ka shtu edhe bamirësinë. Çka thon Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ka thonë profeti sallam ishte më bujari, pra nuk ka pas dhe s'do të ketë besimtar më bujar se pejgamberi alayhi salatu wasalam. Mirë po ka thonë bujarinë e tij e shtonte edhe më tepër në Ramazan, edhe ishte sikur sa ajo era e cila dëpërton çdo vrim. Por në Ramazan ka qenë edhe më shumë ka shtuar intensitetin dhe veprat e mira, mirë, po jo vetëm kaq, edhe ka zhvilluar që tash më herët edhe betejë edhe lufta në Ramazan dhe ka zhvilluar jetën e tij mirë, po tash nëse i marrim edhe porositë që i kalon me gojë, sepse ai është suneti për Profetin sallam. Kur në Ramazani bën këto largone prej saj, këta janë epat atë pasqyrën se çysh duhet me vepru besimtari. Kur në Ramazani mos me fol keqe, mos me përgojue, mos me shohë, mos me fyje, mos kush nuk largohet prej tyre vepra, s'ka pse agjerën e kështu me radhë, por këtë këto të japin një pasqyrë edhe më të qartë se çysh duhet me vepru besimtari, pastaj e ka shtu intensitetin hala më tepër në fundin e Ramazanit. Këto të kërkim faljes së pendimit, po besoj që ushtu gjithsesi Profeti sallallahu ka pas praktik dhe na ka mësuar që besimtari për shkak të natyrës së njerëzore, njeriu është harresar, është gabimtar, që të bën mirë, që të bën keq, harron, gabon. Prej mirësive që Allah azza wa jalla na ka lënë si njerëz, prej mirësive të mëdha dhe nuk ka ndoshta për begative më të mëdha është që Zoti na ka mundsuar më pendu. Po na ka lënë dhënë pendimit qel. Përmendo sikur të mos na kishte lënë Zoti këtë mundësi që qysh do të delën para Allah subhanahu wa ta'ala, me gjitha to me kate. Po alhamdulillah, andaj kështu ka qenë në project, madje ka thonë, ardet subhanallah, ka thonë disa prej shokëve ti, ja kemi numëruar mrena një mejlisi, pra mrena në një takimi, mrena një neje, 70 herë Profeti sallam ka kërku falje, astaghfirullah. Ka njerë thot, unë i kërkoj Allahut, pëndohem brenda ditës ndoshta 100 herë. Këto ka bon në vazhdimsi, po në Ramazan, cilën thot dyert e xhenetit mbyllen, dyert e xhenetit hapen, xhenemi mbyllen, prangosën shejtanet, thret një thërës, o ti vepër mirë, o ti që ki dëshirë me bë mirë, koha është i tash, sezona është i tash, dhe thret po ashtu, o ti që mësu me bë me kate, mon që tash, bile në Ramazan, largohu, franoje veten, dhe mirë që pastaj me përfitu. Andaj, edhe kur e ka pyetur Aisha radiallahu anha, ja Rasulullah, ka thonë nëse e di cila është nata e Kadrit, çka më thonë, çka më lutja ka kërkuat, ja ka treguat duan preferuar të natës Kadrit, e cila ka pikërisht e ka për qëllim të pëjtën e ka të falja. Njëri ka shumë nevoja, ka shumë kërkesa, ka shumë gjëra që ka dëshirë me parashtru Allahut azza wa jall në një natë të tillë, sigurisht është nata e Kadrit. Por ja ka përmbledh në një kërkesë të vetme. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti je falës, don faljen me fal mua. Pastaj ka tregu për kohë dhe ka thonë ka porosit kohë të saktuar të Ramazanit që është mirë besimtari mos me i kalu pa bo lutje, pa bo istighfar. Kohën e syfyrit pranohet doja. Pranohet istighfari dhe i ka lëvdu Allahu zalla ta besimtar që në kohën e syfyrit istaghfirun, kërkojnë falje, kohën e iftarit me sezonet dhe i kametit, gjatë agjerimit, agjerusit doja nuk i kthehet mbrapa. Këto tregojnë për vlerën
e kërkimit të faljes në Ramazan dhe që profeti selam edhe ka praktiku, por edhe i ka nxit dhe na ka nxit edhe neve që me vepru dhe mos me harru. Të 10 ditë i fundit u dal hoxh. Cila kon praktika profeti alayhis salam 10 ditën e fundit, edhe këtu të përfshi edhe itikafin. Subhanallah, qështë të Aisha radiallahu anha, profeti alayhis salam 20 e parë ka boj ibadet, por edhe ka pushu. Kurse kur ka orë 10 që i fundit, mos ka fjet fare. 10 që në fundit, s'ka fjet fare. Të shumica. Po, alhamdulillah, dhe të na ka fillu të ngjallët mirë, suneti fjala namazet të natës, qoftë në për xhamia, qoftë në për shtëpi, pra është një farë interes, alhamdulillah, leximi i Kuranit, ka një farë ka sinjale të mira, edhe tek ne, po jo vetëm tek ne, gjithandaj në për botë. Në hadithin tjetër kur ka ardhur 10 që i fundit, shahada me Azara, e ka shtrengu rripin, është largu nga bashortet, aspektin e kontaktit, dhe e i ka dhe ehle, dhe ka zgju familjen. Shtrengu rripit, shtrengu rripin ka dietarët, është një farë lloj simbolike, tregon që se njeriu kur shtrengohet pucitet e ka domthon për me kry ndonjë punë ka gjatë bëhet gati. Është një farë lloj gatishmërisë, përgatitjes, domethënë në gjendjen maksimale për me shfrytzu. Kjo ka qenë është largu prej kontakteve me bashortet e tij gjatë këtij 10 netëshi, pra për shkak me i kalu në maksimum në adhurim, por jo vetëm. Subhanallah, sa i ka qenë mëshirë mas pari për familjen e tij fillimisht, por dhe për besimtarët. Wa ka dhe ehlehu, dhe e ka ngrit edhe familjen, pra të gjithë i ka thonë që në më falë, sepse kalon shpejt. Andaj, nëse ka boj ibadet gjatë Ramazanit, e ka bërë shumë ibadet, në 10 e fundit ka qenë ndryshe, dhe krejtë këtë kohë pas tij hadithi, ja ka kushtu ibadetet dhe adhurimit, qoftë me namaz natë, që është adhurimi më i mirë i natës, padyshim, por edhe lexim Kurani dhe istikfar dhe lutja ndaj besimtari, ndoshta nuk jem në atë nivelin, dhe sigurisht që si jem, kjo është ka qenë profeti selam mirë, po do të mundohemi që me hecë praktikave të tij, rrugës e tij. Dhe ajo pastaj edhe për ata shpërblemi, besimtari duhet që namaz të bëj shumë, përveç xherimit, namaz të bëj sa më tepër. Në veçanti tash në natën, po të shtoj namazin, taravit, s'mi lanë në mundësive asnjëherë, në 10 e fundit me shtu edhe në namaz edhe më tepër, që është namazi natës, por bëj një farë lloj miksi mes namazit e leximit të Kuranit. Këto dyja janë ndoshta ato që e karakterizojnë më shumë ti muajin Ramazan. Përveç agjerimit. Agjerimi është diçka tjetër, mirë, po si ibadet vullnetar që karakterizon më tepër muajin e Ramazanit është falja namazit të natës, taravive, përveç farzës po flasim, dhe leximi i Kuranit. Andaj thot profeti alayhi salatu wasalam, subhanallah, më nësame Ramadane, ai që agjeron Ramazanin me bindje dhe me iman dhe bindje në shpëblim, i falen gjenat e kalura, dhe men kame, dhe ai që falet, po ka tjetë në shpëblim. Dhe ai që falet, ka fjale për namazin të rjus të namazin e natës, i falen me katët e kalura. Madje, një hadith halama të mirë, halama shpërblima edhe më tepër, edhe më stimulus, është që pra veçanti të mundohemi që ta shfrytëzojmë 10 e fundit, duke i kërkuar edhe natën e madhe të Kadrit. Andaj kështu vepronte profeti alayhi salatu wasalam, edhe vetë kërkonte, por edhe na ka porositur që ta kërkojmë atë në 10 e fundit, në veçanti në 10 nek, në 10 tek, sepse shpërblimi asaj natë dhe mirësitë asaj natë janë të mëdha. Hoxh, çysh ka qenë
raporti i Profetit alayhis salam gjatë muajit Ramazan me familjarët e tij, me shokët, po me komunitetin e gjerë, me fëmijët e më larg. S'ka dyshim se Profeti selam çdo herë ka qenë i kujdesshëm, ka qenë një shembull se si duhet sillet besimtari dhe njeriu në përgjithësi me familjen e tij. Andaj thoshte që më miri për jush është ai që është më i miri me familjen e tij. Dhe ka thonë unë sillem ose jam më i miri me familjen time. Pastaj ka thonë më i miri për njerëzit është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Pastaj ka thonë s'ka besuar askush në Allahun dhe ditën e fundit derisa nuk e nderoj, ose kush beson Allahun dhe ditën e fundit le ta nderoj fshiun e tij, le ta nderoj musafirin e tij. Qindra ajete, hadithe, citate, porosi që thrasin për me pas raporte të mira, s'parin familje, brenda në shtëpi, por edhe jashtë, me rrethin, me komunitetin. Profeti selam çdo herë ka qenë shembull, ka qenë i kujdesshëm, por këtë e ka shtu sigurisht edhe gjatë muajit Ramazan. Brenda në shtëpi, duke i nxit për me bë adhurim, në veçanti në netët e fundit, që ka përshkruar edhe hadithi që edhe familjen e ka zgjuar nga xhumi, që të falen bashkarisht, por edhe me komunitetin ishte për jashtëzakonisht i kujdesshëm dhe ishte në bamirës i madh. Qysh thot Ibn Abasi, ai ka qenë çdo herë bamirës dhe më bujari ka qenë, po bujarinë e tij e ka rrit pikërisht në muajin Ramazan. Subhanallah. Sepse dietarët Profeti selam ka jetuar gjatë, ose ka jetuar ose edhe më tepër ka kalu kohën në Ramazan me Kur'an. Dhe besimtari aq më tepër që përkushtohet Kur'anit, aq më shumë që lexon Kur'an, kjo do të me prodhu edhe më tepër ibadet dhe adhurim dhe do të me reflektu tek besimtari, sepse është dritë hyjnore. Është dritë. Dhe për aq sa besimtari paraqitet kësaj drite, për aq ka pastaj reflektim. Për aq sa lexon, përfiton, mediton, mëson, për aq edhe ka me pas praktik. Andaj në Ramazan a jetonte me Kur'anin dhe kjo pastaj bëhej dhe i shndroi në vepra. Qysh ka thonë Aisha radiallahu anha kur është pyet ja Rasul, o Aisha, na trego se cila ishte sjellja e Profetit selam, qysh ishte karakteri i tij. Ata shokët po pyesin për brenda në shtëpi. Brenda në shtëpi, njerëz ndoshta në xhami, ndoshta në publik, janë pak më të kujdesshëm, po flas për besimtarë zakonshëm, dhe ruajnë pak veten. E ruajnë veten sepse njerëz të shohin çfarë po bën, mundohet më paraqit, ndoshta edhe nëse nuk është shumë besimtar, mundohet më paraqit besimtarë i kujdesshëm. Por brenda në shtëpi ndoshta nuk e ka ditën sjellje, fatkeqësisht. Kurse Aisha çka po thot, kanë khuluquhu al-Quran, karakteri i tij, sjellja e tij është Kurani. Pra ajo çka ka thonë Kur'an, çka ka thonë Kur'an ato e ka vepru, e ka praktiku çdo herë në veçanti në Ramazan. Është temë zakonisht e lezetshme, mirë dhe dobishme që me shfletu historinë e Profetit alayhis salam ditë me ditë, orë pas ore, në shtëpi, në rrugë, ditën e natën, me pasë qysh duhet me qenë besimtare dhe pastaj me krahasu ne veten tonë, veprat tona, sjelljen tonë, ku kemi nishanin, a jemi afër dikon as jemi, sepse ka njerë ndoshta lavdohemi ka pak, ose na duket jetë që mashallah, sepse krahasohem me disa ose me njerëz që janë hiç në rrugë Zotit ose janë shumë larg, dhe na duket jetë që jena mirë, po ndoshta dikur ka njerë mundet me kalu dikush edhe nga vullneti i madh, nga dëshira e madhe, runa zot mundet me kalu edhe në ekstremitet. E të dyat janë të urrëtura. Edhe nuk bën me lanë mongo, s'është mirë, po nuk bën me tepru. Andaj ka shku disa shokë të Profetit selam në shtëpinë e tij, dhe kanë thonë ky është pejgamber, xhenati ka të falëra. Kanë shku me pyet se çysh sillet në shtëpi, çka bën ai. Kanë thonë gratë e tij, falet, kanë tregu qysh falet, flan, dhe kanë thonë ky po është pejgamberi i Allahut, e ka garantuar xhenetin, e ka garantuar që i falen mëkatet.
Dhe gjithë këtë ibadet e bën. Po ne që se kemi të garantuar, ne do të më bëj shumë më shumë, subhanallahu. Me mendjen e tyre të mirë, jetën e mirë. Kur i kanë tregu profetit sallam se çështë kanë qenë 3 vjet, dhe ata u zotun, njëri tha unë s'do të flas një herë, çdo herë vetë do të falem, tjetri tha unë s'do të martohem hiç. Tjetri tha unë do të agjeroj çdo ditë. Po do të përkushtohem adhurimit në mënyrë maksimale, kur ndëgjoj profetin sallam me thirrje shokët e tij. Tha unë jam personi më i devotshëm, që mësë mire njëf Zotin dhe praktikoj atë që dënë Zoti. Falem, por edhe flej. Martohem, por edhe agjeroj, por jo çdo herë, por edhe martohem. Pra agjeroj, por jo çdo herë, por edhe martohem. Andaj, kemi nevojë për fetarin, për praktikat, por edhe për mesatarin e profetit alayhi salatu wassalam çdo kohë, edhe në Ramazan gjithsesi, po edhe jashtë Ramazanit, gjithandaj besimtarët, po ne këtu tek ne, ndoshta që kemi disa sfida pak më të veçanta, gjithsesi dhe është modeli më i mirë i cili na jep udhëzimin më të mirë, të garantuar, praktikën më të mirë, kjo është praktikë garantuar, praktikë hyjnore, praktikë që nuk dështon asnjëherë. Dhe është garantuese për shpëtim, për jetë të mirë në këtë botë, por edhe për botën tjetër. Po, hoxh mos erdhëm gradualisht edhe kronologjikisht deri në fund, çysh e priste profeti alayhis salam Bajramin, edhe ditë të Shevalit, domethënë çysh e përcillte Ramazanin. Në aspektin praktik, profeti sallam edhe fillimin edhe fundin, pra edhe hyrjen në Ramazan, por edhe daljen prej Ramazanit për muajin e ri Shevalit, cili është dhe muaji i Bajramit, ka prit dhe ka porosit që besimtarët ta bëjnë përmes hanës së re. Dhe ndaj këtë e ka bërë edhe kur ka hyrë Ramazani, por edhe kur ka dalë Ramazani, ashtu që ka prit me adhurim, pra ka agjeruar agjerim vullnetar para Ramazanit që ashtu e ka përcjell. Ka agjeru Shabanin ndoshta më shumë se çdo muaj tjetër. Dhe kur ka orë Shevali, pastaj e ka përcjell prapë me adhurim. E ka përcjell dhe ka porosit, madje një hadith jashtëzakonisht të mirë, ka thonë që agjeron muajin Ramazan dhe përcjell atë me 6 ditë agjerim të muajit Sheval, ai është sikur me agjeru këtë kohën, pra këtë vitin e ka për qëllim. Sepse veprat janë 11, 30 ditë, 300, 6 ditë, 60, edhe plotësohet viti. Pra, ato praktikat e Bajramit, subhanallah, me 2 ibadetet të mëdha, me namaz dhe me bamirësi. Njeriu ka nevojë për 2 gjëra në këtë, ose në që të dyja vlerësohet. Lidhja me Zotin e duhet ty dhe mu, ajo është çështje personale. Dhe kjo nuk duhet të mungoj besimtarit asnjëherë. Sepse kjo e ndihmon ato me qëndru një jetë që duhet. Çdo herë lidhja më mirë kush është? Namazi. Andaj më njëherë pas daljes prej që në mëngjesin e ditës së Bajramit, namazi i Bajramit. Dhe vepra e dytë cila është? Obligimi i dytë është obligimi ndaj njerëzve. Pra neve kemi obligim ndaj krijuesit, kena duhet këtë lidhje dhe kemi obligim edhe ndaj rrethit ku jemi. Me kondobesh. Andaj ka shpërnda, ende po fal, subhanallah, ka shpërnda sadakatul fitrin. Mënyrë që mos me pas, që shka në hadith, mos me pas, sadakatul fitri është pastrim për agjerimin, për agjerusin, dhe është ushqim për të varfrit, subhanallah, çfarë feje kemi, subhanallah. Ka porosit që vazhdimisht me ndihmue, me dhone, me qundime, mos me lënë të varë mirë, po ekstra ndihmë, cilën e kanë ndërlidh edhe me agjerim dhe pranim të agjerimit dhe ngritje të agjerimit, sadakatul fitrin që mos me mbet dikush mrenda në lagje, në fshat, në qytet që nuk ka ushqim për Bajram. Tu ka shumë mesazhe që nuk mjafton vetëm ti mu gëzu ose me pas. Nuk është, ka thonë profeti sallam, nuk ka besu dikush për jush nëse si adon vëllave vetë ata që adon vetës e ti.
nuk ka besu dikush në Allahun që shdua dhe ditën e fundit përderisa ai është i ngopur në shtëpinë e tij, kurse fëmiu i tij s'ka çka me hangër dhe me pi. Kjo është feja jonë. Andaj ende po fal namazi i Bajramit, në momentin që ka dalë hana e re, e ka shpërnda sadakatul fitrin. Pastaj ka shku në xhami, çka? Ditën e Bajramit. Tekbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Çka është kjo? Kjo është shenjë falënderimi dhe madhërimi ndaj Allahut që na mundsoi me e përfundu një ibadet kaq të madh. Që kjo është që tani po kërkojmë besimtar, që besimtar edhe kur ka gëzim të madh, çështë duhet me festu, me adhurim, me falënderim dhe Allahut, me bamirësi të ka thënë Allahu ta ka thonë një diçka të mirë, një mirësi të mirë, festoj edhe në këtë mënyrë. Falo, bërëseze, falëndero Allahun që është edhe e kërkuar mirë, po edhe për shkak të asaj të mire që të ka ardhur, shpërndaj sadak. Ty të ka thënë një punë të mirë, një rrezik të ri që se ke pa, ndoshta mos u bë egoist. Por let ka his ato edhe fukaraja, edhe ai që s'ka, edhe jetimi kështu me radhë. Nuk ka fe më të mirë, nuk ka praktik më të mirë për njerëzit në barë, se sa praktika e profetit alayhi salatu wasalam. Edhe në adhurim, edhe në Ramazan. Çdo herë praktik e garantuar, praktik e duhur që i përshtatet njeriut deri në ditën e fundit. Hoxhë shina në fund të emisionit, nëse keni mesazh për shikuesit për na këshyrin, nëse keni në dorë. Faleminderit, elhamdulillah që kalum disa minuta së bashku dhe ishte një mundësi e mirë që të drejtohem shikuesve tuaj me disa porosi, mesazhet, besoj që edham disa mesazhe gjatë emisionit, por mesazhi i fundit le të jetë si përmbledhje e kësaj teme që besimtarët të mundohen ta praktikojnë sa më shumë profetin alayhi salatu wasalam në jetën e tyre, përgjithësi, por tash në Ramazan në veçanti, adhurimi i tij, namazi i tij, agjerimi jon, Kurani, sadaka të jenë përputhje, agenda jon, shfrytëzimi i kohës jenë përputhje me porositë dhe praktikën e profetit alayhi salatu wasalam, dhe të jemi sa më afër rrugës së tij, sunetit e tij, sepse kështu pastaj do të jemi më afër tij dhe ditën e gjykimit. Allahu na mësoft ya rabbal alamin. Porosia e fundit që besimtarët ta shfrytëzojnë këtë mundësi në maksimum për ta shfrytëzuar këtë muajin e Ramazanit, e cila është begati jashtëzakonisht e madhe. Andaj, siç thash tani në fillim, profeti sallallahu ka përgëzuar shokët e tij, njerëz në orën e Ramazanit, duke i përmend disa prej të mirave kulmore që i ka shumë tjera, po ja ka përmend disa më kulmore që janë. Hapët xheneti, mbyllët xhenemi, prangosën shejtanët, është nata e Kadrit. E ka thonë, kush se shfrytëzon, si sfiton që të natë, kur ka më fitu? Ndaj shfrytëzon në Ramazanin për të pendu, për të adhuruar Allahun azza wa jall, për të përmirësu, për të afruar njëri me tjetrin, për të ndihmu, për të trokitur ato dyrë të atyre fukarave, të atyre jetimeve që ndoshta nuk janë trokitur që një vit. Ata është dorë me hangër edhe me pi, i lumt ata besimtarë që e kujtojnë Zotin, por i kujtojnë edhe njerëz të nevojtarët. Allahu azza wa jall qoftë i kënaqur me agjerimin tonë, me adhurimet tonë gjatë muajit të bekurëm. Allah shpëlbeft hoxh. Faleminderit edhe për juve. Allah nderoft. Shikues të nderuar, këtu jemi në fund të këtij emisioni ku biseduam me Hoxhën Besnik Lumnica për praktikat e profetit Muhammed alayhis salam gjatë muajit të Ramazanit. Deri në emisionin tjetër, mirëmbëjtje.